Zyrtare të dorëzimit të titullit qytetar nderit për zotin Petrik Gjinaj. Një duar trokitje. Juftoj të grihim në këmbë, të nderojmë hymnin kombëtar. Petrik Gjinaj është këngëtar i njohur, i lindur dhe i rritur në Gruemir, njësia administrative Gruemir. Pas varimit të shkollës të veçare dhe të mesme në vendlindje, e pas ndryshimeve të sistemit, do ishte ndër ata shqiptar që rinin dhe fatin e tij do t'ja besonte tetit dhe udhëtimit që do t'i ndryshonte jetën. Pasi emigroi në Greqi, ai vendosi të nisë drejt Italisë, vend ku do të ndërtonte jetën e tij personale dhe profesionale si artist. Ai ka arritur që përveç punëve të shumta që ka bërë në shtetin italian, të mbante gjallë dhe ëndrrën për të qenë këngëtar, diçka që me kohën do rritej dhe do bëhej realitet. Ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në promovimin dhe kultivimin e vlerave humane aldetare. Në të gjitha këto vite ai ka punuar edhe si artist, por edhe si misionar i humanizmit, ku vitet e fundit si drejtues i shoqatës Ura Bashkimit me rezidencë në Itali, në bashkëpunim me shumë bashkëdhëtar, ka dhënë një ndihmë të madh për vetëlindjen e tij, sidomos gjatë pandemisë, por edhe në vitet në vazhdim. Një duar trokitje. Fjalën e hapjes kësaj ceremonie japim kryetarit të bashkisë zotit Tonir Marinaj. Përshëndetje gjithëve. Është moment i veçantë për mua dhe për ju besoj. Që këtu shumica janë artista, janë këngëtar, shkrimtar, poet, që e dojnë artin, e dojnë kulturën, njëkohësisht ka dhënë një kontribut që të vëzhgim dhe deri sot dhe besoj që të vazhdojnë deri në fund japin kontribut për mënsinë e madhe dhe më gjatë. Në pikë së pari du të filloj me Petritin, me familjen e tij. Ta përshëndes, uroj gjithçka të mirë. Petriti jo rastisht është aldëtar. Rrjedh nga një fis me tradita, një fis që çdo herë një bashkua Smirës në gjitha punat. Dhe normalisht ky e trashëgoi dhe besoi që Petriti do të pasojë në fëmijëve e tij apo të tjerë nga fisi i Petritit. Ti je artist, nuk është gjë e thjeshtë. Realisht, shumica, sidomos do vitet e fundit e njëkohësisht tonë në malësi të madhe. Vlerësimi më i madh që ka
a kanë kontinuar në ndasim apo në aktivitetet që Bashkia Malësia e Madhe ka organizuar. Por petit i qynë vogli dhe dhe emësat nuk njështë nda artit. Përveç kësaj, po të rëku për venin e vetë, kjo e edhe një shëqat, ura bashkimit, po në kohë pandemijet, apo në çdo kohë tjetër, është përpjek të i nivojnë banorët e Malësisë së Madhe, por edhe shqiptarët. Nima ka kanë shumë aspekte, pa kanë edhe në sistem spitalor, që jo pak raste është e mujton dikush që ka lidhje njohje për të dhënë informacionin e duhur që pra të njerëz që shoqata e petiti ka trajtuar një pjesë edhe jetojnë. Dhe njëkohësisht falë edhe mjësisë e mjekësisë shtetit italian. Unë ndjem shumë i gëzuar kur Këshilli Bashkiak vlerëson figura të rëndësishme siç është detektiv. Çdo person kur ban diçka si vlen, matë mundësi që ke, mendoj si në shpirtin tani në rregull. Kur je person që gjithmonë shë vetëm dhe e kam tua, kuptohet që mbetesh i mirë për veten e për familjen tënde, po jo për komunitetin. Realisht, e triti në çdo lloj momentit edhe një pjesë e juja që jeni këto, është përpjek për danë për komunitetin. Jo pak organizime, jo pak evente, kanë organizuar në Milano për festën e flamurit, për festat nëshme, për vitin e ri, që komuniteti malësor, komuniteti shqiptar, me pas dhënin e vetë dhe rolin e vetë, edhe në severisën vendor atje. Biles, unë kam kanë në 2 rasta atje, kam taku dhe Petetin, kam taku dhe mistë e ti, që bashkëpunojnë me komunën, ku këta janë faktor kryesor zgjidhjen e atij kryetar të komunës në Itali, me sa di është 10.000 banorë, i kanë dy të hapur. Normalisht, falë këtij organizimi që unë thash pak më parë, të këtij demonstrimit dhe bashkimit votave të malësorëve apo dhe muazanë, është që këta keni fuqi të depërtojnë dhe t'jenë të mbështetur nga komuna, njëkohësisht duke mbështetur edhe një subjekt që në rastin konkret është shpallë dhe fitues. Petrit, tyre ishte të mirë. Shpresoj t'i shtosh forcat, t'i pshell më shumë. Malësorët janë njerëz të mrekullueshëm, sidomos ata që janë të shënuar mendrisht, janë të respektshëm, janë të dashur dhe realisht janë edhe të bashkuar. Unë i kam pa mirë, i kam pa në Angli, i kam pa në Itali, i kam pa në Gjermani, në Francë, në vende tjera, edhe në Greci që jena komitet i vogël, marësori me dashamirësinë më të madhe, tjetë edhe shpirtin kur ti din me e administru marrëdhënien me. Kështu mbetet me të dërzu sitën, ta mosh me nërë, e inshallah ke suksesin të të push. Petrit, s'kojmë t'i afrohesh kryetarit bashkisë, ndërkohë që lexojmë motivacionin. Bashkia Malësia e Madhe, me vendim të Këshillit Bashkiak numër 28, datë 3 shtator 2025, i jep titullin Qytetar nderit, Zotit Petrit Nduaj Gjinaj. Me motivacionin. Për punën dhe për kushtimin e tij si një qytetar bashkohor, si kontribues në artin e kulturën malësore, sidomos në fushën e folklorit dhe atë humane, ku si drejtues i shoqatës Ura e Bashkimit, me rezidencë në Itali, ka dhënë një ndihmë të madhe si për bashkëdhëntarët atje, ashtu edhe në vendlindjen e tij, duke lartësuar kurdoherë tre vendor Malësie e Madhe dhe më gjerë,
Kryetar Bashkie Tonin Marinaj. Me qenë se unë e kam e fije vokalit atë forcë të Tonini të vendjes. I e pikës parit e lustë mallin zët që mos t'i hi kujnë hak dhe mos t'i kemi hi kujnë hak gjatë të në viteve për kur farë motivi. Jo vetëm ju, por gjithë marësisë male i kërkoj falje dhe rahinës të vazhinit nëse në një farë biseda shoqërore, visore, mund të kemi hinë hak apo mund të kemi gabuar për vendjes publike. Jam i privilegjuar sinqerisht që sot Këshilli Bashkiak në krye të zotin Tonin Marinaj dhe gjithë stafin drejtues kësaj bashkie më jepet ky titull ku përpara jush dhe mëndësisë madhe në shumë sinqeritet të zotohen ta mbajmë nderë, por edhe ta çoj edhe më lart. Duhet të falenderoj secilin për jush pjesëmarrës tuaj, edhe ata që sot ishin ftuar për arsye të ndryshme të tyre personale dhe familjare, nuk kishin mundësi që të jenë me ne. Ju falenderoj që më keni bekenisme kanë krahi juaj në për skenat ndryshme për gjatë karrierës apo viteve që janë pak me ju, e kam një vetin me përket ndoshta i vogël, por sot e një vetin shumë ma prapë këra jush. Dhe të falë jush, pioniste Kadrifika, Frankodra, Gjellel Juka, Skënder Gjafa, Nushikani, e shumë tjerë, se janë shumë për përmendën, i falenderoj për zemërsisht. Pace pace na barë të një, falenderoj për respektin. Nderuar kryetar, nderuar artist, shok dhe miq, Petrit Gjini, nderuar Petrit. Tham drejtën ndihem mjaft i lumtur të lutem pjesë e këtij panelit ku jeni elit për sa i përket promovimit të rrethës marrësisë madhe me këngë me përkushtimin tuaj. I nderuar Petrit, unë aty tek CV-ja jote, pash që përveç një artisti, i edhe një human, dhe ku shpirti i artistit bashkohet me humanizmin, bëhet dy herë më i vlefshëm, kështu që unë të uroj jetë gjatë dhe të vazhdosh karrierën tënde si i ri, për të shërbyer krahinës marrësisë madhe dhe me gjerë, me zënin tanë, me interpretimin tanë dhe me humanizmin tanë. Prandaj të uroj shlet, jetë gjatë dhe suksese. Faleminderit gjithë. Është një moment i lumtur dhe kënaqësi ku nderohen shok artistë si Petrit Gjinaj dhe unë kam mbijohje më të madhe për bashkinë që vazhdon të vlerësoj të figura, sepse duam për tur kanë ambasador, dhe japin nevojën e tyre, i bëhen një shembull i mirë, që do punojnë me aktivizojnë tani me tyre aty në Flajos. Faleminderit shumë kryetar bashkisë Këshillit Bashkiak që kanë pasur këtë vëmendje. Faleminderit shumë vetë për këtë kontribut që ka shumë të moment dhe meritim. Urime. Nderuar zoti kryetar, nderuar zoti prefekt, nderuar pjesëmarrës, artista, i nderuar zoti Petrit këtu, është një kënaqësi e madhe, unë në emrin tim personal edhe në emrin e Këshillit Bashkiak,
që është edhe sekretari i shoqëria kulturore, ti me kontributet tua ne ke bën krenar vetin, familjen tonë, po ke bën krenar malsi, e bën edhe për te. Ashtu si kini edhe emrin shoqat skura, ajo përmësën edhe na emocionon pa mos, atje, aty ka kanë edhe fëmija mi, se që kena vizitu dhe më përpara, dhe ti ke shu dhe më thamë në vjerat më të larta nivelin të. Unë të ofuroj suksese, e kësësh, ti personalisht dhe familje jote, edhe shok dhe shamirët, edhe artistat për vlerat që ke të regua. Ju faleminderit. Shtetit Gjëllet, faleminderit për pjesëmarrjen. Unë jo me cilësiri administratorit që po edhe me një park në si jëtë vogël, e për të rritin një në leri pashk, edhe CV-ja këshillit edhe pjarë të kryetarit, nuk në japin shumë mundësi pas janë edhe qëtëru me këtë që thanë për Petritin, por unë edhe me cilësiri e punës në thanë të rejtën, kam pas knesi, kam një edhe dorën e ti për rastet veçanta, edhe për motivimin e ti që për çdo arsye, për çdo nevojë, domethënë për familjet nevojë, unë e kam një dorën e Petritit. Rrjedh në një familje e mirë e Grumirës, pasi Grumira ka shumë familje të mira, edhe aftësia di që ka ditë me rujt në këtë ndryshim kosh edhe me qenë se emigrant, ka ditë me rujt edhe traditën e familjes edhe traditën e fshatit, duke kënë shumë kontribus edhe pa i shkut marrëdhëniet, sepse qenë në emigracion nga njëherë nikon, por ky ka ditë me rujt marrëdhëniet me komunitetin edhe me njerëzit. Unë panerej këshillin e bashkisë, kryetarin, për këtë mundësi që u laj djalit Grumirës. Edhe besoj që ky ka me kënë një motivim për Petritin, ky njoft energjit, ky njoft aftësit, besoj që ka me vlerësu. Ju faleminderit stande për prezencën. Parë falenderoj kryetarin që po spikat në gjetjen e figurave të shtuara të Maqedonisë së Madhe për të titull që përmendimin tim me kjo. Është kënaqësi të jetë para këtij paneli, para këtyre këngëtarëve të mëdhenj shkrimtarëve, të cilët kanë çuar herat e Maqedonisë dhe të tonë në pedestalet më të larta të historisë së aktivitetit kulturës. Njëkohësisht, më falni diçka para se më fol për këtë isha kënaqësi e madhe të jetë kulturave të top çenën në ato vlera që në ato promovimet të bukura që u bën atje, ishte një kënaqësi e papame për Maqedoninë e Madhe dhe për mosi. Unë pak në komar dikur pjesë me folklorin e kooperativë si që kanë thonë atje, me Xhelalin, me Senderin, ky ishte i vogël shumë dhe vite atje e ka dashur, domethënë që në fëmini e pa dashtë kulturën dhe qenën për më ba një artist a duk që në gjenezë, sepse vinë dhe çdo ditë aty të ne dhe mërë të qifte litë dhe arriti më ba aj që është sot. Dhe është nësi për ne si zonë e Grumirës, njëkohësisht, sepse kjo është një djalë të prindve të shkëlqyer, sidomos ka pas një babë që ka kënë i pakë por me shumë jena. Dhe është nësi të qëllë njëherë që djenë të ri dhe djenë që duen folklorin, sepse kjo është tradita dhe shtylla, në kam thënë disa herë, Maqedonia e Madhe është shtylla korrizore e kombit shqiptar. Dhe duhet ruajt vlerat e kësaj treve. Falenderoj dhe të uroj me gjithë shpirt që ti jesh një njeri edhe në vlerat që ke ruajt njëkohësisht të arrish të çështë më përpara folklorin dhe artin e Maqedonisë së Madhe. Faleminderit. E veçanë për mua që t'jem tonë dhe të jepet titulli një bashkëtarit tonë për merita që ka, për nërës për ati që ka menuar që këtë djarë Jonit të marrë këtë titull. Ashtë vlerë e ati që ka menuar, po vlera i takon Zotit Petrit. Unë për vetë e njofë që shmi
është në marrëja punë se në rritë aty, dhe që ka i të një mëgjim. Edhe kena komunikua vazhdimisht një takimet, Vite e shëtjas të bashkimit ka dhënë një kontribut për të gjithë emigrantët që ishin në Itali. Dërës tonë, vlera që ka shfaq dhe njerëzit është e pallëbërishme. Asë kush nuk e din, dhe kush ka kanë emigrant, kur një gjenë, ose kur dikush të jep një dorë në atë vend, që je hapërhej je pa kërkan. Dhe Petriti këtë e ka bën masë njëri. Juroj gjithë të njëra Petriti, spaniset e familja se familjen për me një slezi, për me njerë, një familje shkëqyshë mëri, rrëll, në nërprena si që nga thonë dikur, i burri pa përsishëm është. Për mërë skrytarë edhe që, për mërë se më përfet, që në minutë të tjeri. Shumë për mërës. Përshëndetje gjithëve. U tharë shumë gjëra që s'mjetet shumë për të anon, por gjithsesi për Petritin kushtuesit plasi ka çfarë të thotë. Unë kam pas fatin të nderin të jetoj 10 vjet në Grumir si banor dhe si punonjës si arsimit. E kam gjetë pothuajse fëmijë, por fëmijë të mirë, u bë djalë i mirë, tash është burr i mirë. Dhe papat e tij të parë kanë qenë në 88-ën, Udin Xhelali është aktivizuar me ansamblin tonë të Grumirës, një ansambli që do të metet besoj në kujtesën e brezave. Dhe që aty, që në bëri shkëndijin e parë pavarësisht e Cejakove që njëru ka njetë e delegacioni, por nuk shkoj shumë kohë që u kujtu se duhet mu marrë edhe me kandet. Kënga për Petritin është jetë, është identitet, është karta e tij e identitetit që më së miri si pa kush e ka vullos. Unë pata fatën të nderin të bashkëpunoj dhe për mua ka met si vull në shpirtin tim ato 4 vargje, biri Shqipës për gjithmonë Grumir në anës me thonë, malësi i vendit ku kam lejë baba plak quhet atë. Ishte një moment frymëzimi që më erdhi sepse bashkë me këtë në album kishte edhe atë legjendën e Grumirës, flak për këtë Gagur që u realizuar në shkallën më perfekte nga Petriti dhe Donika Vucini. I falenderoj nga zemra për realizimin që kanë bërë asaj punë të time, por kjo e dyta lindje si rezultat i kësaj të parës. Megjithatë, them që emri Grumir, veç që shkur në Lëpreda ka vendosur të rolin aty ku është sot, do të kishte mjaftuar mjellon emri Grumir për vlerat që ka pas në Lëpreda, për të gjithë njerëzit që kanë kaluar asaj rrugë, që justifikon edhe Djegagurin, justifikon edhe Grumirën. Pra ai emër meritohet gjithsesi që për fatin e mirë e ka trashëguar Petriti më së miri si pak kush. Nuk vetëm shumë fjalë për tanë, por ndihem shumë i privilegjuar dhe krenar që mu dha mundësia 2-3 gjëra të bëjmë me Petritin dhe Petriti i çoj më lehtë se sa i çova unë. Ju faleminderit se çfarë thonë tjerë s'po e përsëris. Ju faleminderit. Atë mirë si gjarë gjithë, se e në shpikë së në ka për në të fjallë. Faleminderit me darë për bisin që ke marrë të rritin, bashkë me Këshillin Bashkiak. Nuk kam shumë fjallë se u folën për Petritin shumë gjana, Petriti rrëll një nga një familje shkëlqyer, dhe si njeri është njeri shumë i mirë, shok shumë i mirë, dhe bashkë e të edhe i thënë që ta mbajnë mbështet ti edhe familja juaj gjithmonë inshallah. Desha një përshëndetje edhe një si tip
porosiet me alapletojt bashkisë bashkë me Këshillin, sa të mundemi ne jepni ne që jena gjallë, sa të shkëndek. I meritojnë edhe ata, po ma mirë meritojnë nato për Zotën se kur ndesi. Për këtë falenderoj për Zotën Gizem. I duka zini, shëtë të ma je klaja të mullë, se kam zonë.